Përshëndetje miq të emisionit 05, shpresoj se jeni duke kaluar një vikend këndshëm. Edhe sonte po shoqëroheni me emisionin 05. Krejmë fillim të emisionin një falënderim i veçantë ndaj sponsorëve tonë besnik, e ata janë Bas Market, X-Coins.me, Hebs, Urban Style e po ashtu edhe Studio Art Attach. Tashmë në studion e emisionit 05 e kam një femër e cila është një ndër personazhet më të klikuara dhe më të komentuara të momentit. E them pas një më dyshje se të gjithë ju tashmë e njeni përmes emisionit 05. Në studion ton Kujtesa Shola. Kujtesa, përshëndetje. Përshëndetje, Eksan. Fillimisht faleminderit shumë që pranove ftesën e emisionit 05. Faleminderit, na cilim jatim në studion e emisionit 05. Kujtesa, kënaqësi për neve që përveç që të kemi sheshin e Ferizaj, ti je sonte edhe këtu me ne. Kujtesa, po e nisim kështu, na trego fillimisht çfarë ndjenje për ty që tashmë je pjesë e emisionit 05. Eksan me thonë, unë jam shumë e lumtur që jam pjesë e emisionit 05, po ndina shumë mirë, ky është veç fillimi jam rrugë e ri. E si për fillim është gjithçka në rregull. A po më tregon se je kënaqur me stafin? Në këtë rast më shumë ti ke punu me kamermanin. Po, stafi është shumë i mirë. Krahasim shukun krejt fillimi jam kam përkrah shumë, edhe kom marrë shumë përkraje prej stafit emisionit 05. Edhe nëse jam kohë herë gabin, jam mundu me ndihmu, apëden më kam përkrah, më falni. Edhe me vazhdu ma ndej, që mos mundal, edhe pse ka pas pak komente negative, po me thonë drejtën komentet nuk është se i kom dëgju fort që kam thonë, edhe pse ka njëherë vjen një farë interesime me di qa po thojnë, apëden se ki qef me di qa po mendoj njerëz ose dikush tjetër për ty, po apet nuk është që jam ndalë me ndëgju edhe... Në rregull, për komentet do vlasim pas pak. Emisionin 05 e ka publiku videon tënde të parë dhe ajo ka shpërthyr, realisht morre shumë vëmendje qysh në videon e parë. Janë dikon 2 milion klikime tek video e parë, 1 milion janë TikTok edhe rreth 1 milion në Facebook. Na tregot ti personalisht se e ke po videon para se me dal. A e ke prit që ajo video si e para jo t'ja kom e shpërthy natë mos? Jo, nuk e kom prit as pak me thonë drejtën. Pse? Sa klikime e ke prit realisht? Kom prit shumë ma pak. Edhe masi u kom veç fillime, nuk kom prit heq me thonë drejtën, po ndodhi që ndodhi dhe u bo viral. Edhe pse nuk ka pas diçka se jonë konë t'jesht intervista, edhe nuk ka pas diçka që me shku deri në qatë pik. Ama shkoj tash, qa me bo? Intervista jote e pare cila është publiku është me një qift. Po besoj që ki edhe një përshëndetje për qiftin. Po, i falenderoj. Kanë qenë simpatik. Po, jam konë shumë simpatik, u konë një intervist shumë e mirë. Ashtu. Edhe ka hetë shumë mirë. Po, kujtesa, ka pas edhe komente të ndryshme realisht. Po, a ka ndonjë koment që ti e ke veçu ose ka marrë vëmendjen tonë realisht? Nuk është se ju kom kushtu vëmendje me thonë drejtën. I kom lexu gjatë kohës të lirë najherë. Më ka interesu me ditë edhe pa kritikat e njerëzve. Ashtu. Po me thonë me mua na një afër zemrës jo asnjëherë. Asnjëherë. Është fakt se kanë komentu krejt negativ, krejt komente negative, ama jo krejt, kanë qenë një numër. Po, ama ma shumë u ko numri me komente negative me thonë drejtën. Po krejt qaj numri komente negative, në mesazhet e mia private janë konkret pozitive. E që kjo më ka bo shumë u çudit. Do me thonë, me këto përkuptojmë që ata komentues në rrjetet sociale, që Facebook, që TikTok, që kanë komentu negativ, në profilin tënë personal kanë komentu pozitiv. Po, krejt janë konë me përkrahje, jo mos ndalë. A momentin kur janë konë të komentet, krejt kanë komentu pse kështu edhe pse nuk u desh se dalon edhe pak veshja, okej, gjithçka në rregull, po momentin kur unë e dalë të sheshi me bu një intervist, unë nuk muj mu vesh në taka, ose me vesh se jam në shesh, edhe do të me pas një veshje pak ma tisht, nëse isha ko në emision, ose dikun tjetër, po normal, faleminderit, është diçka tjetër, do me thanë dalon pak veshja. Unë e dunam ju me shku pak edhe si pas vendit, se unë në shesh nuk muj me dalë me taka, as me setër, kështu që jam dalë shumë normal, majic, pantolla, u komentu veshja jam, ama nuk ka pas diçka për mu komentu. E the që tek kush do që ka komentu negativ, në rrjetin tonë social ka komentu po se të ka shënu zona pozitive. A po më tregon, çka mendon, pse ndodh kjo me shoqërinë tonë? Që në publik shfaqen ndryshe, ndërsa në anën private, personale janë ndryshe. Zakonisht çdo njeri ose në fillim të karrierës ose çdo tjetër, kur fillon diçka të re ka me pas çdo herë komente negative.
janë mësu, apo dhe njerëz gjithë me fillu një herë me urrejtja. Ashtu. Gjithë fillon me urrejtja, asnjëherë nuk i me hi dikon me kon prej fillimit i përkrat. Asnjëherë nuk ndodh ky sen. Kështu që i kom thon vetes që është veç fillime, edhe normal që kom e pas më shumë njerëz që kanë me komentu keq, po besoj që mas një kohë krejt kanë më kthy. A po më tregon ke një mesazh për gjithë ata komentues? Çfarë do lloj komente që kanë shënu, qoftë pozitive, qoftë negative? Çka ju thot kujtesa përmes emisionit 05 tashmë? Unë ju thon faleminderit shumë se edhe komentet negative më bojnë shumë të fortë. Po edhe kom pas shumë komente pozitive dhe ato i falenderoj shumë prej zemrës. Po mos u lodhni se nuk është që i ngaj shumë komentet negative, me thonë drejtën, as nuk i lexoj, po çam ka ardhur egzon mas interesant është se kur hisha mi lexu pak a shumë komentet, mu i me thonë 70% janë kon femra. Femra që kanë komentu apo den. Unë tash nuk e kuptoj, unë vetë jam femër, apo e kupton. Edhe nuk muj mu qu me fol për dikon këtë vetë pse për shoh që nashti e ka një trup të mirë ose ka diçka që pishkon. E mu më veke që di qysh femnat janë të ftona si fjala, apo e kupton, kur 90% prej tymve, kur jam him profilet e tymve, i kom pa që kam pas foto të postume me bikina, kam pas foto me veshje shumë ma skandaloze se ana, apo e kupton. Edhe qa jam veke shumë për shtypje pse ashtu. Do me thonë ti po thush që më shumë janë femrat ato që të kanë komentu. Po ke pas ndonjë femër që ka shënu privatësisht? Jo, privatësisht nuk më ka shënu asnjë femër, me thënë drejtën. Se mendova mos ndoshta edhe gjinia femrore kanë reaguar sikurse mashkujt. Jo, veç gjinia mashkullore më shumë te femrat jo, nuk më ka shkruar askush. Komente po, më shumë ka pas femra, ama për mesazhe private janë kanë gjithë mashkujt. A po më tregon cilat janë ato mesazhe, ndoshta ose komplimente që ke marrë nga mashkujt? Po, ka pas shumë komente, mos u ndal, apo den është veç fillim jot, kena me të përkra, mos i nga komentet. Zakonisht gjithu përmend emisioni 05 më e mira 05. Që si komente jon kanë, ama do të me vazhdu, ka marr parasysh, të mirat këshia, ka me qu deri në fund rrugtimit. Ka pas prej atyre kur të kanë komentu ose të kanë pyet realisht që kur jenë shërë që me u taku? Po, ka pas, kom pas edhe prej Shkupit që po më shënojnë, shtunën këna me ardhë Verizaj. Qyteti Verizaj një që ko shumë vizitur, ditën e shtunë, sidomos. Po, kom pas shumë, edhe po më keshët ka njëherë, se kur piledzaj do po më vinë shumë fane, kur janë se po du me ardhë, jo po nala në intervist, që shtu, si komente si që shpëritën. Do me thonë, ta kuptojmë që ki edhe komente pozitive gjdo herë. Sidomos në DM nëse. Po, në të mesazhat privat gjdo herë. Ashtu, kujtesa, deri më tani ke qenë prezente vetëm në sheshin e Verizajt, apo më tregon cilat janë planet tua edhe me ekipin realisht, ki me vizitu, ki me qenë prezente edhe në qytetet tjera, apo si janë planet? Po tash, masive që akum fillu, kam e ko një verë shumë e gjatë. Edhe kena me bo shumë lojra bashk, kena me shku në shumë qytete, në vendet ndryshme, dhe kena me bo shumë aventura, kena mu knash me qytetarët, të bo intervista të reja, gjona të reja, edhe besoj që kena mu knash shumë këtë verë. Po më tregoni, e thët që pretë ndoshta që keni me kalu mirë këtë verë, mirë, po e dim që është një fluks shumë i madh i qytetarëve ku dënë sheshet Kosovës me mërgjimtar. Është viti jot i parë, realisht i raport që kime u taku me ta për intervista. Apo më tregon çish po e mendon, ti në mendjen tënde kur e dim që po besojnë paraprakisht ke përcjell Vox Pop ose intervista që janë realizu, qoftë nga unë, qoftë edhe kolegë tjerë. Si po e sheti verën 2025? Unë që shpe mendoj... Edhe çka premton realisht për vetë sfidave, lojrave ato? Po, unë që shpe mendoj mërgjimtarët tonë janë shumë atë butë edhe janë shumë atë kuptueshëm. Do këtë janë njerëz që e kuptojnë shumë mirë, adin dalën, bile diçka thojnë, apo kuptojnë, janë shumë but munon me të përkra diqysh. Me janë. E po mendoj që kom e kalu tepër mirë me ta. Edhe me nxi po pres me ardhë, edhe mu taku bashk, mas parim Verizaj, tani edhe në qytetet tjera. Do me thonë target e kemi qytetin e Verizajt? Pa tjetër. Pasi që edhe veç jemi 05? Po, normal. Kujtesa, po më tregon në vazhdim, pas sezonit veror. Do jesh prezente në studion e emisionit 05 si prezentuese, apo... Nuk e komendu, po normal ku ja kom fillu edhe diçka do të me bo, nuk komendu për ma gjatë, se njëherë jo me fokusu me veç të pjesa e Vox Popa. Po, e Vox Popa, intervista, që me qytetarët, e ma ndej që ndodh,
ju tregojmë. Në rregull, për shtator nuk po flasim mirë, po na trego, tashmë në kohë tavërt. Do kemi intervista prej teje me figura publike apo vetëm do jesh me qytetar? Po pse jo, kemi edhe do plane tjera që shumë shpejt kam realizu. E di që ke përgatit diçka? Jemi edhe të përgatit diçka, po kam shumë shpejt. Apo nuk po na zbulan asgjë? Ja, u kisha veç do detaje që është një person që është shumë i përfolun edhe ai. E po bumi dhe të përfolun e të këshirum qa pëndodh. Në rregull. Që kjo është i vetëmi sen që mu i mja u jap, jemi kismet. Në rregull, po besoj që ti nuk do ndalesh edhe... Jo, asnjëherë. Përveç kësaj, po besoj që kemi me të po edhe më gjatë, pavarësisht se deri më tani ndoshta ke realizu një ose dy intervista me figura publike, mirë po je hopur çdo herë, edhe po besoj që ju bën ftesa edhe te Po artistëve. normal, pse jo. Kena me pas shumë intervista edhe me artist, edhe me shumë njerëz tjerë. Në rregull. Kujtesa, po du me u kthy edhe pak tek sheshi. Na trego se e dim që sheshi është i paplanifikuar realisht. Ka raste kur ndoshta edhe ti je emocionuar, e kanë treguar ndonjë ngjarje, ndonjë histori, edhe ku të ka prek edhe ty personalisht? Kom majt shumë intervista me tonë, egzan. Ka pas edhe histori shumë fani, po edhe asi që pak të prekon. Ka ra dhe me ndi një histori për një djallë, një femën që janë prish, diçka që ajo pak na prek, mi me një herë kur të njëna që se histori dashuris, po ma shumë jënë kanë do fani, do që shto që ju ka ndodh njët, ma jo shumë dhemshme kështu, e kështu që sështë që më ka mejt diçka që me thanë wow, përveç asajt pare, që tash pak që ishim pas në dakeq. Ajo, në rregull. Kujtesa, ka pak ditë që ke fillu punën në emisionin 05, realisht mirë po na trego, ka pas nga media tjera shumë interesim për me të pas në studio për intervista. Na trego, ke marrë ftesa të shumta edhe nga kush apo nuk do me folë për këtë pjesë? Nga kush, realisht? Po egzon, këm pas shumë ftesa në fakt për me shku në për emisione, po për momentin që shtash unë jam me fokusu me veç në për videot e mija për Vox Pop, e qëto edhe nuk kom pranu me thonë drejtën, nuk jem shku në asë një emision tjetër, është do me thonë që tash emisioni parë që unë kom vendosë me folë publikisht rreth Pa tjetër në 05. në 05 si gjithmonë, po njëherë për momentin jam veç e fokusu me në drejtimin tam, me bu sa ma shumë intervista, ma ndej që ndodhë nuk mëj me thonë sa, am për momentin jo nuk kom shku asë njerë. Në rregull, kujtesa, është e pamundur që ne mos të flasim edhe për përkrojën tënde nga familja. Unë tregon si kanë reagu familjarët realisht, edhe sa janë përkras ata ndaj teje? Me thonë drejtën, nuk ju pengon, përkrajnë shumë, familjen e kom përkrajnë ma të madhe, edhe e din që unë e qoj një sen deri në fund kur janë njëse. U ko nashta pak probleme dhe normal gjdo prind prekët, nashta prej komentov, nashta prej mënyrës shprehurit një njerit, kur e shed, i kam veç në kamera, nashta është pak problem kur i ledojnë ato gjana, po prap se prap më kam përkra shumë edhe e di që e kam përkrajnë e time deri në fund. E kam prit ata që me videot parë me morë katë shumë vëmendje? Jo, nuk e kam prit heq, me thonë drejtën, nuk e kam prit, as ata se nuk e kena prit kërkosh deri në qatë pikë. Ashtë. Po, dheze, ama u konë shumë mirë, i falenderoj shumë familjen tam, se janë gjithmonë aty për mu, edhe nëse krejti unë kontrolën e di që ata janë prap ofër me jem. Po ashtu edhe ekipi emisioni 05. Po, faleminderit shumë çdo herë. Ama po, i kam shumë përkras madh dhe... Kujtesa, po du me të pyta, po më tregon si po duken video ty, se është ndryshe kur realizojnë aty për aty, edhe ma ndejnë montazh, edhe në publikim kur ishe janë ndoshta pak më ndryshe. Si po ishe ti videot? Unë ishe është diçka shumë normale, se nuk jam vetëmja gazetare që dalë në teren, nuk jam vetëmja që jam veç në farë me kasën ma hitë shkurt, se sot 70% i pras gjatë verës femnat me këshirë shpoveshën. Edhe nuk jam vetëmja, bile mu më do këtë që jam shumë normale, po tash pse une duna me ecë pa tjetër, apo kupton, se une nuk më imin gjitë kratër me fluturu në përshesh. Une duna me hecë, ka me ira normal që ka me mëru, ka me fokusu dikon. Nuk është fa jam, e tham publikisht, mundeni me thonë që ka dush, po une për vete isho videat të mja shumë mirë. Po ka ndryshime, sepse luan rëll, po besoj që edhe montazha... Po jo mësu, apëtin tash u bo njëtë, se një herë është një farë emocion jo qysh po dalë, jo qysh po shkallë, po tash jo më bo njëtë
apëdin duket shumë njëjtë, s'është ma që diçka që me Ashtu. thanë wow. Flasim edhe për punën e majicës, se përmend edhe ti 2 apo 3 herë, e apo më tregon se thuaj se kanë qenë komente ngjashme edhe kur ishim me majicë të sponsorit. Po, Nuk është që pati ndryshim diçka. u konë shumë pjesë e mirë që e kom vesh edhe majicën e sponsorit. Edhe që kime vazhdu edhe Po, edhe kom e vazhdu edhe kom e vesh për shumë sponsora tjerë. Edhe normal edhe këtë sponsorat që dojnë me pas punë me neve, une i vesh edhe teshat që jona i ofroni neve. E thom publikisht që u konë i njëjti sen, si me majicë sponsorit, si pa majicë sponsorit u konë i njëjti komend. Tash, aty po kuptohet që është veç gjelozie punë i nati, nuk e di pse kanë me pas i natë, po krejt komentet janë veç nga i nati, nuk ka diçka më të madhe. Po e thu që nga i nati, po nga kolegët, ke marrë ndonjë përkraje, ndonjë mesazh privat, e di që ki edhe shoqe... Po, kam edhe shoqe gazetare, kam po. shoqe moderatore që janë krejt shumë të suksesshme. Komentet e tyne janë kanë shumë të mira, për një me i falenderoj shumë se më kanë shënu privat edhe më kanë thonë, është veç fillimi, apo dhe njën mundu pak a shumë me ma bua pjesën e komenteve shumë të letë, që mos me ishti shumë true, me mendur gjatë për to. Po, kom pas për krajet madhe prej kolegëve, qoftë gazetar, qoftë gazetare, janë komentet mira. Në rregull, kujtesa, faleminderit shumë. Ishte vërtet kënaqësi që të patëm sot në emisionin 05 me fol më gjensisht edhe me të njoftë shikuesit edhe ndryshe nga sheshet e Kosovës. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi imja që më dha mundësia me u shpreh pak a shumë rreth gjanave që po ndodhin kohës të fundit rreth komenteve për mua. Po ne ju them që ky është veç fillimi jam, edhe nuk kam mund dal deri në fund. Faleminderit. Faleminderit ty. Me shtë emisioni 05 ishte kjo e të ratë që kemi përgatitur për sonte, deri shtunën e ardhshme, natën e mirë.